kemi bëjmë dy shkelje të rënda kushtetuese. Imagjinojeni. Jo, këto shkelje kushtetuese. Shkelje kushtetuese të qarta, kur vendimi i gjykatës kushtetuese dhe 30 ditë duhesh me konsideru kuvendin, dhe ti nuk thirr seancë me konsideru kuvendin, tu i pas votat. I ki votat, tu hir seancë me konsideru kuvendin. Se partitë opozitore shpeqojnë aty dal tash, edhe te partitë opozitore kam çka me fol për atë pjesë. Imagjinoje korniza kushtetuese e institucioneve të vetë qeverisës është respektu. Nuk e kemi pas asnjë shkelje të asaj kornize kushtetuese. Kushtetutën e Republikës Kosovës e kemi bërë si tepi, që e vendosin paradere. Kush don, shkojnë shkelmi ta kurti teket. Si kur tepi e shkelin kushtetutën e Kosovës. Albin Kurti. Po ta citoj Krenar Shola. Albin Kurti ka thonë. Dëgjoje citimin, lutem se ki qef citimet. Albin Kurti me gojën e vet ka thonë. Ai person që e shkel ligjin është kriminal. Ai person që e shkel kushtetutën është super kriminal. Pra sot Albin Kurti është super kriminal sepse ka shkel kushtetutën e Republikës Kosovës, që nuk menoj që e kemi bërë çaq letë na kanë fal, po me gjak e kemi e ka shkel sepse nuk e ka dhënë seancën brenda afatit kushtetues, brenda 30 ditëve. Perme, o shkelje, gjykata kushtetuese ka interpretuar normën. Ka thonë 30 ditë është afat obligativ me e konsideru kuvendin. Nuk e kanë dhënë seancën brenda deputetëve opozitës. Po shkelje ka shkel vendimin e gjykatës kushtetuese. Po gjykatë, Krenar, çdo vendim i gjykatës kushtetuese, m'pëlqej mua apo s'm pëlqej? Pëlqej ty apo nuk pëlqej? Momenti kur del është pjesë e kushtetutës. Është pjesë e kushtetutës. Interpretimi i gjykatës kushtetuese me çfarë lehtësie Bene çdo vendim i gjykatës